Mirë se erdhët në Infoplus të nderuar shikues. Kryet diplomatja evropiane Kaja Kallas ka arritur në Kosovë në kuadër të një turneu që ka nisur në Ballkanin Perëndimor. Gjatë vizitës në Kosovë, përfaqësuesja e lartë e BE-s do të takohet me kryeministrin në detyrë Albin Kurti, drejtues të partive politike dhe të organizatave të shoqërisë civile. Menjëherë pasi ka arritur në vendin ton, ajo ka mbajtur një konferencë për media, e cila është transmetuar drejt për drejt në RTK. Kallas në këtë konferencë ka thënë se do të mbështet dialogun Kosovë-Serbi dhe se sipas saj stabiliteti varet nga dialogu dhe jo nga konfrontimet. Tutje ajo ka bërë të ditur se BE-ja ka nisur në mënyrë graduale të heqë masat e vendosura ndaj Kosovës. Konstituimi i institucioneve është i domosdoshëm për Kosovën, ka thënë Kallas. Ajo do të vizitoj edhe EULEX-in, si dhe do të takohet edhe me komandantin e KFOR-it Enrico Barduani. Para vizitës në Kosovë, ajo ka thënë se dialogu Prishtinë-Beograd është një domosdoshmëri për të ecur përpara dhe se tani është koha për të riangazhuar. Shefja e diplomacisë evropiane pas vizitës në Kosovë dhe Serbi do të qëndrojë edhe në Maqedoninë e Veriut. Për vizitën e kryet diplomates evropiane Kaja Kallas në Kosovë dhe Serbi dhe mesazhet e saj do të flasim në studio me politologun Melazim Koci. Mirë po, në ndërkohë gjatë bisedës do të kemi edhe lidhje të drejt për drejt me gazetaren Edona Podvorica, e cila e ka përcjellur konferencen e Kaja Kallas, e cila ka përfunduar vetëm para pak minutash. Mirë po, derisa Edonën ta kemi në lidhje, ne ju urojmë mirëseardhje zotit Koci. Zoti Koci, kënaqësi që të kemi përsëri në studio. Faleminderit, profesor. Atëherë, si pat mesazhet fillimisht të Kaja Kallas në Serbi sot gjatë ditës, pastaj do të flasim edhe për mesazhet që i dha në Prishtinë. Në Serbi, pas takimit me presidentin Vučić, zonja Kallas ishte bukur e rezervuar, nuk tha shumë, sa i përket Kosovës tha se atë që do ta thot në Prishtinë, do të thot pasi të vi këtu, tha që pret këthimin e Prishtinës, do thot Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles në dialog, por ajo që më bëri përshtypje mua personalisht është një fjali që besoj të ketë qenë ose lapsus, ose përkthimi i gabuar, ose diçka e ngjashme, sepse në mes tjera pohoi duke folur për Bosnjën, tha se nga Serbia varet e ardhmja e rajonit. Mendoj që është jo e qelluar, unë besoj që është rrethana e volitshme ardhja e zonës. Mendoni që Kallas ishte lapsus apo ishte e qëllimshme kjo? Supozoj më shumë, supozoj dhe dëshiroj të ketë qenë lapsus, sepse e konsideroj përfaqësuese të denjë të politikës jashtme të Bashkimit Evropian, do thotë është kalibër tjetër nga Borrell dhe Lajçak, vjen nga Estonia që njeh shumë mirë dhe ata njohin shumë mirë politikën ruse dhe rrjedhimisht edhe politikën serbe, dhe jemi sigur që kjo ka qëndrim tjetër nga Borrell dhe Lajçak, por ajo fjali mendoj se nuk e kishte vendin aty, sepse nuk do duhej që fati i rajonit të varet nga politika e Serbisë. Fati i Serbisë mund të varet nga politika e Beogradit, po jo edhe e rajonit, sepse kështu e zëpeng Bosnjën, Kosovën, për të mos thënë edhe tjerë. Po vetëm se e tha edhe shumë qartë, i tha në konferencën me Vučićin, kërkoi nga Serbia që të qartësohet drejtimi strategjik i Serbisë edhe sa i përket pra Bashkimit Evropian, po këtu besoj zoti Koci ka hyrë edhe çështja e Kosovës. Me siguri, por ky formulim pak a shumë i përgjithësuar, shpesh është thënë nga ana e zyrtarëve të Bashkimit Evropian, por nuk ka pas veprime që e kanë përcjell veprimin tjetër të Serbisë. Ta zëm nuk ka 10 ditë, pavarësisht kërkesave këmbgulëse të Brukselit, Vučići shkoi në Moskë dhe post disa reagimeve të vakta nuk ka do të thotë veprime konkrete të Brukselit. Ndërkaq që më duhet të them një gjë, ta zëm nuk ishte qëndrimi i tillë i Shteteve të Bashkuara ndaj Vučićit. Ishte shumë i ashpër. Ai shkoi në Shtetet e Bashkuara dhe me të kuptuar që do të shkojë në Moskë, nuk pati takim me asnjë zyrtar të Shteteve të Bashkuara dhe për më shumë gati ju kërkua ta braktisë ta lëshoj territorin e Shteteve të Bashkuara. U tha usëmor. Absolutisht. Do të kemi dy qëndrime që ende vazhdojnë të jenë të ndryshme. Kemi thonë shumë herë në këtë studio që ndoshta merret me të mirë pak Serbia, sidomos për shkak të raporteve të cilat i ka shumë të afërta me shtetin rus.
A i fiksohet edhe Bashkimi Evropian pak Serbisë në këtë politikë? Kjo politikë e Bashkimit Evropian deri më tani nuk ka dhënë rezultat. Kjo politikë ndiqet nga viti 2013, do të thotë ashtu quajtura politikë stabilokracisë, do të thotë mbështetemi te Vučići, prandaj apostrofova fjalinë e zonjës Kallas. Ardhmja e rajonit varet nga Serbia. Më përkujtoj atë kohë, do të thotë, kohën kur çdo gjë sillet rreth Vučićit, rreth Serbisë. Unë mendoj se ka ardhur koha që Bashkimi Evropian të bëjë dallimin, do të thotë, të thotë Beogradit, keni drejt, mund të përcaktoj për Rusin, por nuk mund t'i marrni tjerët peng, të rast Kosovën dhe Bosnjën, nuk mund ta mbajnë peng. Ne vërtet jemi peng të Serbisë. Edhe ajo fjali e zonjës Kallas, ajo e dëshmon këtë, do të thotë që ndoshta ende recidiv i një politike të përparshme që nuk ka sjellur rezultat, nuk ka ajo politike për dhëlje se Vučići deri më tani besoj pajtohen edhe në Bruksel, nuk ka sjell asnjë rezultat. Atje në Beograd, sepse këtu e pash vetëm fillimin e konferencës me që isha duke u përgatitur që të vija këtu në studio, nuk e di nëse është pyetur nga gazetarët kosovar sa i përket çështjes së asociacionit në Beograd. Kallas është pyetur edhe për këtë temë, tha që nuk do të jap shumë komente sepse do të vizitoj Prishtinën. Si e pat edhe sa i përket pra planit franko-gjerman. Patëm edhe një deklarat të vetë zëdhënësit të qeverisë së Serbisë. Zonja Kallas nuk u deklaru në Beograd, kemi drejt, tha që këte do të bëjnë në Prishtinë, tani presim se çfarë do të thotë, por pas takimit, presidenti Serb Vučić tha se nuk mund të ketë dialog pa bërjen e asociacionit. Do të thotë gjithë marrëveshjen franko-gjermane e ka reduku në asociacion. Edhe e dyta pas ti, 1 orë, 2 orë pas ti, doli Milovan Drecun, zyrtar tjetër serb, i cili konsiderohet zëdhënës i Vučićit, i cili tha dy gjëra. Një tha, nuk ka dialog pa formimin e institucioneve në Kosovë, dhe e dyta, që është më rëndësishme, tha se Serbia nuk e nje marrëveshjen franko-gjermane, sepse përmes asaj marrëveshje, Bashkimi Evropian, tha Drecun, e ka njohë shtetësinë e Kosovës dhe kërkon nga ne ta njohim shtetësinë e Kosovës. Prandaj ne nuk e njohim marrëveshjen franko-gjermane. Nëse unë mendoj se ky është moment kyç, nëse ky është qëndrim i Serbisë, kemi të bëjmë me kthesë dramatike në raportet Kosovë-Serbi. Apo kthehemi prapë në pikën zero. Në pikën zero. Pikërisht kthehemi atje ku kthehemi te letra e zonjës Ana Brnabić, kur e dërgoi në Bruksel dhe tha që kemi hedhur një pjesë të marrëveshjes. Tani Drecun thotë që e kanë hedhur në tërësi poshtë marrëveshjen franko-gjermane, sepse sipas tij Bashkimi Evropian me atë marrëveshje Kosovën e trajton si shtet që është e papranueshme për Serbinë. Nëse që Serbia vazhdon të qëndrojë pranë këtij qëndrimi, nëse ky është qëndrimi i fundit i Serbisë, unë mendoj se pak ka hapësirë për dialog. Po, sepse edhe nga Prishtina, Kaja Kallas tha që do t'i pret në dialog në tavolinën e bisedimeve Prishtinën dhe Beogradin, tha që dialogu është e vetmja mënyrë për normalizimin e marrëdhënieve në mes të dy shteteve, dhe nëse ky është qëndrimi i Serbisë, pse duhet të shkojmë përsëri në tavolinën e bisedimeve? Jo, unë mendoj që nëse ky është qëndrimi përfundimtar i Serbisë, nëse nuk është taktizim, dhe nuk besoj që është taktizim, Drecun është zëdhënës i Vučićit, ai është i njohur për atë. Nëse ky është qëndrimi i përfundimtar i Serbisë, nuk ka Kosova përse të bisedojë me Serbinë. Kosova ka bërë kompromise me marrëveshjen franko-gjermane. Do të thotë është pajtuar që mos ketë njohje de jure, vetëm de facto, më tutje nuk mund shkohet, do të thotë, është minimumi, por kjo nuk do të thotë që Kosova duhet dalë, ta hedhë poshtë edhe ajo marrëveshjen franko-gjermane. Unë mendoj se Kosova duhet tregohet e urtë, thotë po, në rregull, nëse Serbia ka këtë qëndrim, ne nuk kemi çfarë bisedojmë me Serbinë, por do ta bisedojmë këtë çështje marrëveshjen franko-gjermane me Brukselin dhe Washingtonin. Është rast shumë i mirë, rast i shkëlqyeshëm që Kosova dal nga dialogu pa marrë përgjegjësi. Pra jo nga marrëveshja franko-gjermane, mbetet pranë marrëveshjes franko-gjermane, ta jetësoj atë në marrëveshje me bisedime me Brukselin dhe Washingtonin. Të shohim se çfarë do të ndodhë, sepse është paralajmëruar që sonte kryeministri në detyrë Albin Kurti do ta ketë një darkë pune me zonjën Kallas, por lajmi i mirë në konferencën në Prishtinë ishte që Bashkimi Evropian ka nisur që në mënyrë graduale t'i heqë masat ndaj Kosovës të vendosura në qershorin e vitit 2023. Kjo është gjithsesi lajmi. Sidomos kjo ka ardhur pas rastit të Banjskës, kur e dim është dënuar fuqimisht nga institucionet e Kosovës rasti atje.
unë besoj që zonja Kallas e ka të qartë që nuk mund të ketë dialog barabartë, nuk mund të ketë efekt dialogu nëse mbi njërën palë rëndojnë sankcionet, ndërsa pala tjetër, jo vetëm që nuk sankcionohet, por as nuk qortohet, do të thotë. Jo vetëm për Banskën, por edhe për veprime tjera, shkuarja në Moskë dhe shumë veprime tjera. Besoj që është pasoj e këtij vetëdijsimi të zonjës Kallas dhe është pritur nga ajo, sepse thash në fillim, megjithatë nuk është kjo, nuk është as Borrell, as Lajçak, është kalibër tjetër dhe është rrethana e volitshme për Kosovën që ajo është në atë pozicion. Unë besoj se Kosova do të përfitojë nga fakti që zonja Kallas, edhe disa estonez tjerë, ta zëm zoti Teras, raportues i Parlamentit Evropian për Kosovën, edhe ajo është estonez. Ai bëri disa veprime këto ditë, tha që do të angazhohet me 5 vendet mosnjohje për njohjen e Kosovës. Tha që do të angazhohet për komunikimin ndërmjet 2 parlamenteve, Kosovë-Serbi. Do thotë është saktë që Kallas dhe tjerët nga Estonia kanë qëndrim më të mirë, kanë qëndrim më pozitiv, dhe këte duhet përshëndetur dhe besoj që edhe do të rezultoj, nuk them në mënyrë dramatike, sepse kanë përballë një Serbi që vështirë, me cilën vështirë është merresh vesh. Po, do t'i marrim detajet e fundit nga konferenca, sepse nga regjia më bëjmë dije që tashmë e kemi në një linjë të drejt për drejt gazetaren Edona Podvorica, e cila, siç e kam thënë në hyrje të magazinës, e ka përcjellur konferencën e Kaja Kallas dhe na sjell informacionet e fundit dhe deklarimet e zonjës Kallas, të cilat i ka bërë para mediave kosovare. Po, Edona, e shkurtër ka qenë qëndrimet që dha sa po arriti në Prishtinë, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Kaja Kallas, që erdhi direkt nga Beogradi në Prishtinë në vizitën e saj të dytë në Ballkanin Perëndimor, por të parën në Prishtinë dhe e nisi me një kërkimfalje për shkak të një vonese mbi 1 orë gjysmë nga koha e planifikuar për të zhvilluar konferenca me gazetarë këtu në shtëpinë e Evropës, ndërkohë që pranoi vetëm 2 pyetje nga gazetarët, megjithatë përmbledhta se mund të themi që Kallas me prioritet tha se vendi, në të rast partitë politike, duhet të reflektojnë karshi situatës së krijuar dhe referuar blokadës institucionale, këtë rast kuvendit të Kosovës, do thot asaj çfarë po ndodh në konstituimin e tentimin për konstituimin e plotë të legjislaturës së nëntë dhe tha që ka ardhur koha që partitë politike në vend të reflektojnë dhe sa më shpejt të krijohen sipas saj institucionet funksionale të cilat do të marrin përpara obligimet e nevojshme të cilat rrjedhin në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, ndërkohë që kur bëhet fjalë për këtë çështje, ajo tha se është e lumtur në një formë që në Kosovë ka një përkraje tepër të madhe për vendin që të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian dhe se ky po ashtu është synim i vetë Bashkimit Evropian referuar dhe planit të Ballkanit Perëndimor për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, që është plani i rritjes me miliarda për 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor që do të përmbushin agjendat e tyre dhe detyrat e përcaktuara nga Bashkimi Evropian për të përfituar nga këto fonde, rrugë që çon ato më shpejt drejt Bashkimit Evropian, por tha Kallas, kjo gjë nuk ndodh pa punuar të gjitha shtetet veç e veç, referuar në këtë rast institucioneve të Prishtinës, të cilat sipas saj duhet që të shohin rrugën përpara, palën anash dialogun me shtetin serb që çon drejt normalizimit të marrëdhënieve pra me Serbinë, diçka që ajo e ka kërkuar dhe e tha edhe në Beograd që rruga e Beogradit drejt Evropës është nëpërmjet normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën, por që është ndalur edhe të çështja e masave, sepse një nga 2 pyetje që ishin të vetme që u pranuan përgjatë kësaj konference të jetë të shkurtër me të arritur në Prishtinë të Kallas, është pyetur edhe për masat që Bashkimi Evropian i ka vënë Kosovës gati që 2 vite, në qershor bëhen 2 vite, ndërkohë që ka thënë se tashmë Bashkimi Evropian ka nisur gradualisht heqjen e këtyre masave pa i përmendur ose specifikuar se për cilat masa bëhet fjalë, se cilat janë hequr në fakt dhe cilat pritet që të hiqen, ndërkohë që ka thënë se veprimet e fundit të institucioneve të Republikës së Kosovës në veri të vendit, duke folur për
mbylljen e disa institucioneve që për shtetin e Kosovës janë institucione paralele, ilegale, financohen nga shteti sërb. Ajo ka thënë se këto veprime të Kosovës po e minojnë rrugën e Kosovës dhe synimin që ka Bashkimi Evropian për ta bërë Kosovën pjesë të planit të zgjerimit për të përfituar nga fondet e planit të zgjerimit, por edhe rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ka thënë se pret shumë shpejt rifillim të dialogut, por nuk la pa përmendur edhe marrëveshjen e Ohrit për të cilën tha se është obligative dhe se ka shtete brenda Bashkimit Evropian që lidhen pikërisht në këtë çështje, pra në zbatimin e të gjitha pikave që dalin nga marrëveshja e Ohrit kur vjen puna të heqja totale, nëse mund të them kështu, e masave ndëshkuese të cilat Bashkimi Evropian, bloku Evropian i vuri Kosovës pas situatave të krijuara në veri të vendit kur u vendosën 4 kryetarët shqiptar në 4 komuna atje dhe protestave të vazhdueshme të qytetarëve serb në atë pjesë. Gjithçka çfarë kishte ndodhur në atë kohë nxiti Bashkimin Evropian që të vendos masa ndëshkuese për të cilat Kosova ende vazhdon sigurisht, nëse mund të them kështu, ti vuaj ato, ndërkohë që ka edhe disa marrëveshje ndërkombëtare që kanë mbetur peng edhe nga legjislatura e kaluar që s'kan marrur votat e nevojshme për të kaluar, ndërkohë që ato duhet të ndodhin dhe të procedohen tutje më së voni në qershor për të mbrit dhe për të përfituar nga fondet që ndan nga plani i zgjerimit Bashkimi Evropian. Dona sonte në orën 20 mësohet se Kallas do të takohet me kryeministrin e detyrë Albin Kurti. E dona gjitha këto detaje do t'i sjell në edicionin qendror të lajmeve në 19:30 e ne do të vazhdojmë edhe për disa minuta që të diskutojmë me politologun Melazim Koci edhe në Prishtinë. Kallas pas ka thënë që marrëveshja e Ohrit është obligative për Kosovën dhe për Serbinë, ndër të tjera pas ka kërkuar krijimin sa më të shpejt të institucioneve në mënyrë që të vazhdojë dialogu në mes të Kosovës dhe Beogradit. Po thuaj se mesazhet e njëjta të cilat janë dhënë edhe në Serbi. Ndonë se është hera parë që zoja Kallas thotë që marrëveshja franko-gjermane është obligative. Deri më tash nuk i ka përmendur, do thotë është hera parë. E pas ka thënë që janë edhe shtetet të cilat kërkojnë që kjo marrëveshje të jetë obligative, shtetet e Bashkimit Evropian. Do të thotë mbas të asaj që ajo thotë, ajo është më kompetente sepse është personaliteti numër 1 i politikës jashtme të Bashkimit Evropian, artikulon qëndrimin e 27 vendeve, do të thotë mbetet, marrëveshja franko-gjermane mbetet në fuqi, është spekulu tarsa muaj nëse mbetet ose jo, ndonë se duhet të thënë edhe një gjë, nuk jam i sigurt që mund të jetë qëndrimi, mund të jetë, po është do të thotë mbas asaj që thotë zonja Kallas, është qëndrimi i Bashkimit Evropian, por ne në këta muaj, 3-4 muajt e fundit nuk kemi pasur asnjë deklarim të Shteteve të Bashkuara, qoftë rreth marrëveshjes franko-gjermane, qoftë rreth Ballkanit, do të thotë është një heshtje totale në Washington sa i përket çështjes Jemi harruar zoti Koci? Duket se është harruar sepse nuk qëndron Ballkani, Kosova nuk figurojnë lart në listën e prioriteteve të politikën jashtme të Shteteve të Bashkuara, ka tema tjera shumë të mëdha, Ukraina, lindja mesme, Pakistan. Po sa është e rrezikshme kjo që SBA-ja nuk po merret fare me Kosovën? Është handicap shumë i madh edhe për zonjën Kallas, edhe për Bashkimin Evropian, sepse nëse shikohet një histori 35 vjeçare nga viti 90, nga fillimi i krizës në ish Jugosllavi, do të thotë Bashkimi Evropian nuk ka arritur asnjë krizë në Ballkan ta zgjidh pa mbështetjen dhe pa praninë e Shteteve të Bashkuara, sidomos në rastin e Kosovës, do të thotë vendimtarë kanë qenë ata. Dhe prandaj e konsideroj handicap faktin që Shtetet e Bashkuara ende nuk deklarohen, ishte zonja Kallas në Washington para një muaji e gjysmë, por nuk pati takime të nivelit të lartë. Mendoj se kjo është një nga handicapet për raportin Prishtinë-Bruxelles, sepse po them përvoja deri tashme tregon që Bashkimi Evropian nuk ka forcë imponuese pa praninë e Shteteve të Bashkuara që t'imponojë zgjidhjet në Ballkan, sidomos në raportet Kosovë-Serbi. Apo na kthehet me marrëveshjen e Ohrit përsëri çështja e asociacionit? Me marrëveshjen e Ohrit gjithsesi që kthehet çështja e asociacionit, por në hapjet e emisionit edhe thash që
Vučić e shtroi si çështje, si kusht për vazhdim dialogut që është e papranueshme, do të thotë, sepse ajo redukoi gjithë marrëveshjen vetëm në asociacion. Ndërkaq që Drecun tha që, sot e tha, që Serbia hedh poshtë atë marrëveshje, do të thotë. Tani kjo që është në mbetet e hapur, sepse po përsëris, tha që është e papranueshme sepse ajo marrëveshje, me atë marrëveshje, Brukseli e trajton Kosovën si shtet. Dhe kërkoj, edhe zoja Kallas, kërkoj krijimin sa më të shpejt të institucioneve, i ftoi partitë politike për një dialog në mënyrë që të përmbushet agenda e Bashkimit Evropian që edhe Kosova të përfitoj nga fondet e BE-s. Është thënë disa herë zoti Koci që pikrisht marrëveshja e Ohrit dhe çështja e asociacionit ndoshta është njëri prej këtij ngërçi që është krijuar, sepse askush nuk po dëshiron që ta marrë barrën e përgjegjësisë krijimin e asociacionit. Ju keni absolutisht drejt. Edhe unë mendoj ashtu. Unë mendoj që shkaku Është thënë, sepse nuk është mendimi imi, po është thënë në ju citut tjerë. Edhe unë po pajtohem me ato, edhe është mendimi imi që po hezitojnë sepse nuk duan të marrin përgjegjësi. E kanë një afat të 7 mujor, dhe pastaj e dinë që do të shkohet në zgjedhje dhe nuk duan të humbin vot. Por kjo nuk është korrekte. Kjo nuk është korrekte, sepse atë çështjen e marrëveshjes franko-gjermane, po sidomos të asociacionit, 3 partitë tona më të mëdha e kanë miratuar. Ato e kanë pranuar, nuk e keni pranuar unë ju. Dhe as opinioni, as votuesi, Partia Demokratike, Lidhja Demokratike dhe vetë vendosi në vitin 2013, 15 dhe 23 e kanë pranuar. Prandaj, unë nuk them se duhet zbatuar asociacioni. A duhet bëhen bashkë të 3 parti politike të qeverisin dhe të zbatojnë marrëveshjet që nga viti 2013 deri në vitin 2023? Këtë desha pikrisht ta them. Ndoshta është momenti që të ulen bashkë, sepse 3 e kanë pranuar, ato akuzohen ndërmjet veti. Secila kur është në opozit akuzon palën tjetër se ka bërë tradhti, që edhe ana sjelltas, por unë mendoj se 3 të mbajnë të njëjtën përgjegjësi, qoftë PDK, LDK dhe vetëvendosje, dhe ndoshta është momenti më i përshtatshëm që të ulen, të gjenë një minimum të konsenzusit rreth asaj çështje. Ti vënë vijat e kuqe, cilat janë vijat e kuqe rreth asociacionit, çka është e pranueshme dhe çka duhet refuzuar. Në instancë fundit, edhe nëse bëjnë ndonjë marrin qëndrim që nuk është më i miri i mundshmi, megjithatë është më i mirë se sa të përçahemi, të mbetemi kështu të polarizuar dhe të akuzohemi për një çështje për cilën ata kanë marrë zotime ndërkombëtare. Ajo është obligim ndërkombëtar i Kosovës. Jo pse dikush e ka dashur, po sepse këto 3 parti e kanë bërë obligim ndërkombëtar. Dhe nëse, do me thonë, kjo çështja e ngërçit, kjo po i kushton Kosovës në shumë aspekte, e thamë edhe sa i përket fondeve të Bashkimit Evropian, por edhe sa i përket politikave të jashtme, sa i përket politikave të brendshme, por përtej politikave të brendshme, ngërçi institucional po i kushton në vendit në politikën e jashtme. Deri me tani ka kushtu me shuma, me bllokim të fondeve. Tani pas ardhjes së zonjës Kallas kushton edhe në rrafshën e jashtëm, sepse dalin palë e cila nuk është në gjendje ta konstituojë një parlament, e cila nuk është në gjendje ta bëjë një qeveri, dhe kjo nuk është serioze për demokracitë e etabluara. A mund të kemi ndoshta një ndërhyrje të zojës Kallas, sepse e tha edhe kolegja Edona, edhe është thënë që sonte do të ketë një darkë pune, e thamë edhe më herët me kryeministrin në detyrë, një lloj presioni, sepse kemi parë presionin ndërkombëtar këto 2 ditë e fundit, ta themi kështu, ambasadorët kanë kërkuar krijimin e institucioneve. Mund të ketë nga Bashkimi Evropian? Besoj më shumë do të jetë apel. Kërkesë, apel, po jo presion, për një fakt shumë të thjeshtë. Bashkimi Evropian e di shumë mirë që në rastin e Kosovës ndikimi i tyre nuk është maksimali, pa praninë e Shteteve të Bashkuara. Kësaj radhe, ambasada e Shteteve të Bashkuara është e heshtur, do të thotë, dhe në këto raste, absolutisht nuk kanë as ambasador, do të thotë, kanë ngarkuar me punë. Ajo do të mund ta bënte një gjë të tillë, por momentarisht nuk ka, do të thotë, dhe jam i sigurt që Brukseli e kupton shumë mirë që pa praninë e tyre në presioni eventual mbi klasën tonë politike nuk rezulton kush e di çka me ndikim, dhe druaj se nuk do të jetë ndonjë presion i madh, sepse thjesht frikojnë që humbin kredibilitet, do të thotë, bëjnë presion pa dhënë rezultat.
po ta kishin Washingtonin me veti, besoj që jo vetëm që do të ndërhynin, po edhe do ta zgjidhnin, ngërshin momental në skenën politike të Kosovës, por nuk pres që të ndërhyrje të Shteteve të Bashkuara. Për vetë faktin që për 3 muaj gjys, për 4 muaj nuk janë deklaruar për asnjë çështje në Ballkan, absolutisht për asnjë. As për zhvillimit në Kosovë, as në Serbi, as në pjesë tjera të Ballkanit. Zoti Koci, me që jemi tek ngërqje, nesër për të 20 herë do të vazhdoj seanca saj përket pra konstituimit të Kuvendit të Kosovës, zgjedhja e kryetarit, pastaj zgjedhja nën kryetarëve. Mendoni që nesër do të ketë hapa konkret apo do të jetë i njëjti skenar për të 20 herë? Deri në këtë moment nuk ka asnjë sinjale se do të ketë zhbllokim. Mendoj se nuk është zhgënjysje kjo çfarë duke ndodhur, është përkeqardhje, është goditje edhe në kredibilitetin e klasës politike, gjithëve, pa përjashtim, sepse nuk për të vish në situatë që mos mund të zgjidhesh një çështje që është gjysmë teknike dhe gjysmë politike, është vërtet përkeqardhje. Unë besoj që nuk pres shpejt për atë që tham pak më larg, që thashë do të thotë, thjesht kam përshtypjen që hezitojnë të marrin pushtet, sepse i friksohen periudhës së ardhshme dhe patatës së nxehtë që mund të mbetet nga në dorën nga kërkesat e bashkësisë ndërkombëtare Po kjo patate tashmë ekziston, është në mesin tonë, vetëm se secili duket se kam përshtypjen që madje kam një përshtypje që presin që do të ndodhë diçka e papritur dhe volishme për ta. Nuk do të ndodhë asgjë, çështja duhet zgjidhet nga klasa jonë politike. Ta te i kalojnë këtë ngërsh në një formë ose në formën tjetër. Personalisht më duket shumë me pakuptim që nëse zoti Kurti dëshiron ta bëjë qeverinë, nuk e kuptoj pse nuk e ndron atë Zonin Haxhiu, ta nxjerrë një kandidatë tjetër dhe ta bëjë qeverinë, ato se i kam numrat. Nëse i ka numrat për qeverinë, nuk e kuptoj pse për shkak të Zonit Haxhiu të bllokohet Kosova. Edhe në anën tjetër, Zoti Kurti po thotë që voton e Zonin Haxhiu për krye parlamentare dhe ne ju tregojmë që i kemi numrat. Por nëse i ka numrat për qeveri, si është e mundur që mos t'i bëj numrat për zgjedhjen e krye parlamentarit? Sepse janë votat e njëjta, 61 vota. Absolutisht, kjo është e habishme. Do thotë, unë nuk besoj që i ka numrat. Po të kishte, besoj që brenda ditët do të konstituojë edhe parlamenti edhe qeveria, por nuk i ka numrat e zoti Kurti, nuk i ka as opozita. Nuk i ka as opozita, pra ose duhet marrëveshje politike ndërmjet palëve, ose është edhe një problem tjetër objektiv që kohëve të fundit pak është lënë anash, e ka problem në kushtetutën tonë. Në neni 67 vërtet është problematik, sepse formulimi që grupimit të parë ose partisë së parë i takon e drejta për të propozuar pa e zbërthyer pastaj këtë qëndrim. Në afate, në kuptimin që partisë së parë po i takon e drejta propozimit, por jo deri në pafundësi. Po nuk është e sqaruar si me çështjen e si në rastin e qeverisë. Në rastin e qeverisë është mënyrë taksative. Mënyrë taksative është e sqaruar dhe nuk mund të ketë asnjë ditë. Absolutisht. Ajo është një problem. Është problem që ju ka mundësu klasës tonë politike ta bëjë këtë blokadë dhe mendoj që në momentin e parë që do të ketë marrëveshje politike, mendoj që gjën e parë që duhet ta bëjë parlamenti është ta amandamentojë atë. A ka gjas për një marrëveshje politike, sepse ofertën që ja bëri Lidhjes Demokratike zoti Kurti, ka thënë që nuk i bëjmë ofertë PDK-s, si mund të arrihet një marrëveshje politike kur të gjitha partit e kanë refuzuar në një farë forme lëvizjen vetëvendosje? Si fituese e zgjedhjeve, po flasje. Po të mos ishte ai nen 67 i kushtetutës, unë besoj që nuk do të kishte problem. Pse nuk do të kishte problem? Nuk do të kishte problem sepse do ta kishte një afat vetëvendosja, nëse nuk e zgjedh kryetarin e parlamentit në atë afat, do t'i kalohej partisë ose grupimit të dytë, dhe nëse as grupimi i dytë nuk do të arrinte ta zgjidhte kryetarin ose kryetarin e parlamentit, do të shkojë në zgjedhje. Do thotë nuk ka askush shumicën, shkohet në zgjedhje. Por ne kemi mbet peng edhe atij një mungesës vullnetit politik, polarizimeve në skenën politike, po edhe ati neni 67 që mendoj është një nga problemet që ka kurzu
këtë ngërsh politik në Kosovë. Dhe personi që është përfolur më së shumti sa i përket marrëveshjeve në mes të lëvizjes vetëvendosje dhe partive të tjera, ka qenë zoti Fatmir Limaj, kryetari i Nismës Social-Demokrate, i cili sot mbajti një konferencë dhe ai tha që Kosova ka nevojë urgjente për krijimin e institucioneve të vendit dhe tha që partia e tij do ta mbështes çdo përpjekje për krijimin e tyre. E lexova dhe është qëndrim korrekt i zotit Limaj, është e drejtë e tij do të pozicionohet, por duket se ato 3 vota, ato të zotit Limaj nuk janë vendimtare, do thotë. Edhe me ato 3 vota nuk besoj që vetëvendosja ka shumicën dhe nuk besoj që edhe nëse do të konstituojë parlamenti dhe do të dështonte vetëvendosja të bënte qeverinë, nuk jam i sigurt që opozita gjithashtu nuk i ka as opozita numër dhe prandaj kemi këtë. Po pse po insiston lëvizja vetëvendosje në votim të fshehtë? Kur ka filluar kjo krijimi i institucioneve, seanca konstituive ka filluar me një votim të hapur dhe të gjithë njësit e kushtetutës së vendit, ata të cilët e kanë shkruar, po thonë që nuk ka të drejtë gjatë procesit që të ndrojë votimin. Pse po insiston vetëvendosja në këtë votim? Ekspertët kanë të drejtë kur thonë që me që është filluar në mes të lojës nuk ndrohen rregullat. Edhe në futboll nuk ndrohen rregullat në mes të lojës. E lërë mo në procese politike. Insiston, vetëvendosja supozon që ndoshta do të mund t'i bënte ata numra me votim të fshehtë, por shtrohet pyetja, nëse bëhen ata numra me votim të fshehtë, a janë ata numra edhe për formimin e qeverisë? Nuk do të jenë. Sepse megjithatë për formimin e qeverisë nuk besoj që do të kërkojnë prapë votim të fshehtë. Do të ishte absurde, do të nuk besoj, po supozoj që tentojnë ta kalojnë dhe ndoshta provojnë edhe qeverinë me numra me votim të fshehtë që nuk besoj. Apo është thjesht një zvarritje, sepse këto thirrja e vazhdimi i seancës çdo 48 orë është blerje e kohës edhe nga vetë lëvizja vetëvendosjes si fituese e zgjedhjeve. Që kemi të bëjmë me blerje e kohë nuk ka asnjë dilemë, sepse po të mos ishte blerje e kohë, zoti Kurti do ta propozonte një kandidat tjetër. Tani kemi edhe emra, cilët është bërë ditur publike, cilët do të ishin pranueshëm për opozitën dhe kjo çështje do të zgjidhej brenda 24 ore. Por unë mendoj që problemi nuk është zonja Haxhiu, po është pikërisht e mungesa numrave për formimin e qeverisë. Pra, pas konstituimit, pas zgjedhjes së kryetares së parlamentit në këtë rast zonin Haxhiu, mendoj se fshehet mungesa numrave për formimin e qeverisë. Me që Lidhja Demokratike e Kosovës i tha jo koalicionit me vetëvendosjen, mund të kemi një koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës, pavarësisht deklarimeve që janë dhënë që jo me PDK-n. Nuk e di vështirë kam ta them, nuk kemi në gjendje, do thotë, por mendoj që nuk janë gjasa të mëdha që vetëvendosja dhe PDK të bëjnë koalicion. Nuk e përjashtoj, por nuk mendoj që ka shumë gjasa. Mendoj se diçka tjetër është lëshuar me lehtësi. Mendoj se është dashur megjithatë të shqyrtohet pak më shumë propozimi që ka bërë Lidhja Demokratike e Kosovës. Jo pse është propozim kush di sa i mirë, po është më pak i keq në këto rrethana. Në kontekstin e kësaj çfarë kërkon zonja Kallas, do të thotë apelon për marrëveshjen. Për marrëveshjen e Ohrit e keni fjalën. Ohrit. Në atë kuptim, një qeveri çfarë ka propozuar LDK-ja, Lidhja Demokratike, nuk është që nuk bën sens, sepse unë e dëgjova zotin Kurti duke thënë që nuk duam ta lëmë Kosovën pa opozitë. Aty ka të drejtë, por është edhe më keq ta lësh Kosovën pa qeveri, ose me qeverinë e tyre. Ai ka të drejtë kur thotë nuk është mirë. Por ne nuk jemi në situatë ideale politike. Po, por ajo ishte një ide që derisa të kalohet një formë tranzicionit. Absolutisht, fjala vetëm për 4-5 muaj. Dhe mendoni që LDK-ja pikërisht e ka pasur fjalën, ndonse nuk është thënë në këtë propozimin e LDK-s, por e keni kuptuar që ka të bëj pikërisht sa i përket pra marrëveshjes së Ohrit. Nuk e di nëse LDK-ja ka pasur atë qëllim, por në rrethanat aktuale, në kontekstin e asaj çfarë thotë zonja Kallas, një qeveri e tillë vetëm 5-6 muajshe. 7 muajshe maksimum.
nuk ka që nuk bën sens. Atëherë s'kish pas mundësi asnjëra parti që ta akuzojë njëra tjetrën për krimin e asociacionit. Ajo do të mundëson të disa gjëra. Një, minimumin e konsenzusit për disa çështje të marrëveshjes franko-gjermane. Këto 3 partitë cilat i përmenda, këto e kanë futur Kosovën në obligime dhe besoj që këto 3 do duhet të uleshin dhe të merreshin vesh. E dyta, do të ishte rast që të ulen polarizimet dhe e treta, formimi i një qeverie në prilin e ardhshëm, pas zgjedhjeve të supozuara, do të ishte shumë më i lehtë sepse tensionet politike në Kosovë do të binin, nuk do të kishte oratori. Ne kemi pasur oratori urrejtje muajt e fundit në Kosovë. Ajo do të binte, tensionet do të binin, formimi i një qeverie pas zgjedhjeve të prillit vitit tashëm do të ishte shumë më i lehtë. A ka ndikuar, pyetja e fundit, a ka ndikuar pikrisht gjuha e përdorur, sidomos në fushatën e fundit, mos krijimi institucioneve dhe mos bashkëpunimin mes partive? Me ekskluzivisht. Gjuha ka qenë shkaktari kryesor që ne jemi në këtë ngërç dhe që nuk arrim të gjejmë rrugdalje. Prandaj mendoj që është koha fundit që ajo oratori kisha për të e urrejtjes, ka qenë oratoria e urrejtjes, të harrohet, të zbutet, sepse ne megjithatë nuk jemi ndër mëndvedi armiq. Mund të jenë kundërshtar politik, po jo armiq. Dhe besoj që kësaj radhe kanë marrë mësim që gjua e tillë nuk ka vend në politikën Kosovë. Zoti Koci, faleminderit, kënaqësi si zakonisht që ti dëgjojmë analizat sa i përket zhvillimeve politike në vendin tonë. Faleminderit për ftesën. Kosova ka nevojë urgjente për krijimin e institucioneve funksionale, kështu tha sot kryetari i nismës socialdemokrate Fatmir Limaj, duke theksuar se partia e tij do ta mbështesë çdo përpjekje për themelimin e tyre. Sipas Limajt, e vetmja rrugë për të ecur përpara është që partia e parë të asigurojë shumicën parlamentare. Partitë politike kanë përgjegjësi të madhe që të japin kontributin e tyre në mënyrë që Kosova të ketë institucione. E vetmja rrugë është shumica parlamentare dhe partia e parë duhet të ketë atë shumicë për ta shtyrë agjendën përpara, u shpreh Limaj gjatë një konference për media. Kryeministri në detyrë Albin Kurti mori pjesë në hapjen e forumit të dytë për investimet të qëndrueshme. Në adresimin e tij, Kurti theksoi përkushtimin e qeverisë së Kosovës drejt tranzicionit të energjisë së ripërtritshme dhe përfshirjes së bizneseve vendore. Ai njoftoi se për herë të parë pas 4 dekadash që nga ndërtimi i termocentralit Kosova B ka filluar modernizimi i madh i njësive ekzistuese dhe zgjerimi i kapaciteteve të gjenerimit me investim prej 56.5 milion eurosh. Ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Sveshla ka pritur në takim të ngarkuarën me punë ambasadën e SBA-s në Kosovë Anu Pratipati. Sveshla përmes një postimi në Facebook ka bërë të ditur se ka diskutuar mbi angazhimet e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe për situatën aktuale në Kosovë. Ai tha se mbetet i përkushtuar për bashkëpunimin e vazhdueshëm të bazuar në interesat më të mira për të dyja shtetet. Sot është kujtuar një nga masakrat më të mëdha në Kosovë, ajo e burgut të Dubravës. Në nderim të rënëve, pikrisht në vendin ku ka ndodhur masakra, u mbajtu bim përkujtimor, ku mori pjesë kryeministri në detyrë Albin Kurti, përfaqësues të partive politike dhe të mbijetuar të kësaj masakre, ndërsa u bën homazhe në nderim të 118 të vrarëve të burgosur. Edhe në këtë 26 dhjetor u kërkua drejtësi për krimet e kryera nga regjimi i Slobodan Miloševićit. Teksa jemi tubuar në borën e burgut Dubravës, ne po qëndrojmë në një nga vendet më ekstreme të trashëgimisë së errët të kohës së luftës në Kosovë. Ky vend, kjo borë, strukturat ndërtimore të këtij burgu, kjo tokë dhe gjithë hapësira përreth përbëj një nga zonat më të rënduara me përjetime vuajtjesh dhe vdekjesh njerëzore në tërë Kosovën. Çdo vit në muajin maj, sa herë që kthehemi këtu për ta kujtuar masakrën e Dubravës, ne jo vetëm që i rikthehemi historisë së kësaj masakre, por edhe rizbulojmë atë, duke plotësuar me rrëfime të reja nga të mbijetuarit dëshmitar të shumt dhe nga vetë reflektimi ynë për kohën e luftës e sidomos për këtë ngjarje. Sot jemi të vogël ta shënojmë një ditë të veçantë të historisë sonë në 26 vjetorin e gjenocidit të ushtrisë dhe shtetit serb kundër të burgosurve në burgun e Dubravës.
është shumë vështirë që të flasësh 26 vite më vonë. Me konventat ndërkombëtare dhe ato evropiane, edhe gjatë luftës janë të mbrojtur qytetarët civil, ndaj të cilëve nuk lejohet të ushtrohet dhunë, por edhe dy institucione të veçanta, të cilat janë të garantuara, sikur spitalet dhe burgjet. Ky konstatim bie poshtë me të gjitha konventat ndërkombëtare, sepse me rastin e shfrenimit të shovenizmit serb ndaj të burgosëve shqiptar, ka dalë e kundërta. Do të kalojmë te minutat e sportit dhe tashmë me mua është kolegu Valon Jakupi, sonte takon në finale Prishtina-Llapi. Po, Edona, përshëndetje, sonte e kemi një ndeshje jashtëzakonisht interesante në Kupën e Kosovës në futboll, ku do të përballen Prishtina dhe Llapi, klubi më i trofeshëm në vendin tonë Prishtina, që e kërkon këtë trofe, i cili ka një domethënie të madhe për klubin e Prishtinës, mirë po, njëjtë ka dhe për Llapin. Dy skuadra të cilat e patën një sezon jashtëzakonisht të dobët në Superligën e Kosovës. Prishtina arriti që të mbijetonte, derisa Llapi ende është në luftë për mbijetesë dhe me shumë gjas do të jetë në barazh. Mirë po, ndeshja sot me një finale e cila i përball dy ekipe të cilat kanë ditur që ta fitojnë Kupën e Kosovës në futboll, si Prishtina që i ka 8 trofe dhe Llapi po ashtu që ka arritur ta fitojë Kupën 2 herë në këto vitet e fundit. Do të jetë një përballje jashtëzakonisht me rivalitet të madh, për shkak se fituesi përveç që fiton trofeun e siguron dhe daljen në Europë. Kjo do të thotë një gjë shumë pozitive. Cilat janë parashikimet? Ka parashikime? Po, është një lojë shumë e përafërt, 4 ndeshjet e fundit që i kanë luajtur Prishtina dhe Llapi, 3 prej tyre kanë përfunduar me rezultate të barabarta, derisa ndeshjen e parë të sezonit e ka fituar Prishtina me rezultatin 3-2, kështu që janë dy ekipe parafarsisht që kanë kualitetet të njëjta në skuadër dhe është vështirë normal të parashikohet. Tradita është në anën e Prishtinës, i ka 12 finale të luajtura, 8 prej tyre i ka fituar, derisa Llapi është një skuadër me shumë potencial. Vitin e kaluar luftonte për titullin e kampionit, si vjet po lufton për trofeun e Kupës, do ta shpëtonte totalisht sezonin e Llapit dhe kjo gjë bën më të paparashikueshëm këtë ballafaqim. Luhet në Fadil Vokri në Prishtinë? Po, do të luhet në Fadil Vokri me fillim prej orës 20. Por sonte është një finale, mbrëm patëm një finale, por patëm krejt në diçka tjetër në basketball. Pikërisht, pra dy sportet kryesore, njëri vjen me finale sot, tjetri dje me finalen e kampionatit, ku Trepça fitoi kundër Bashkimit në Mitrovic dhe e mbrojti titullin që kishte fituar vitin e kaluar, duke u konfirmuar si ekipi më cilësor në Kosovë në basketball. Në vazhdim do ta ndjekim një kronik të përgatitur nga kolegu Dardan Berisha. Trepça nga Mitrovica është shpallur kampion i ri i Superligës së Kosovës në basketbol, pasi imposhti ekipin e Bashkimit në ndeshjen e 6 të serisë finale me rezultat 82-67. Me këtë fitore, Trepça mbyll serin 4-2 dhe siguroi titullin për herë të 6 në historinë e klubit dhe të dytin radhazi, duke dëshmuar dominimin e tyre në 2 sezonet e fundit. Sfida ka qenë mjaft interesante nga fillimi deri në fund. Vendasit e nisën ndeshjen më mirë, duke fituar çerekun e parë 27-22, derisa dhe më bindës ishin në periudhën e dytë 18-8, për të shkuar në pushim me përsitë të lartë 45-30. Pjesa e dytë ishte mjaft e luftuar, me të dy skuadrat që dëshironin fitoren, por këtij qëllimi i arriti Trepça që triumfoi në fund 82-67. Michael Green udhëhoqi Trepçën, i cili ishte figura kryesore e ndeshjes me 20 pikë, 3 kërcime dhe 5 asistime. Drilon Hajrizi kishte 13 pikë, Cotton 12, kurse Myers kontribuoi me 11 pikë. Edhe pse Green i Bashkimit shënoi gjithashtu 20 pikë, përpjekja e tij nuk mjaftoi për të mbajtur ekipin në lojë për titull. Kjo fitore nënvizon stabilitetin dhe cilësinë e ndërtuar nga Trepça
duke përforcuar statusin si një prej klubeve më të suksesshme në basketbollin kosovar. Në fund, trofeun e kampionit e ka ndarë sekretarja e përgjithshme e Federatës së Basketbollit të Kosovës, Elvira Dushku, dhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti. Kalon nga sporti vendor, po kalojmë tek sportin ndërkombëtar. Mbrëm me patëm një ndeshje interesante, Tottenham e mundi Manchesterin. Po, patëm në transmetim të drejt për drejt finalen e Ligës së Evropës mes Tottenhamit dhe Manchesterit. Tottenhami fitoi dhe me krenari të madhe e festoi më pas atë titull të fituar, pasi që mund të themi edhe me plot merit që ka fituar pas një sezoni të mirë në Europa League, mirë po ishte një fytyrë krejt tjetër e skuadrës nga Londra Veriut në Europë, sësa nga ajo që bëri në Premier League, njëjtë sikur edhe Manchesteri, pasi që këto dy skuadra në Premier League fare nuk të reguan nivel, përfunduan në dy vendet e fundit që shpëtuan në ligë, momentalisht ashtu janë pa përfunduar një xhiro në Angli dhe në Europë unë deshën në atë përplasjen që do të asillte trofeun për njërën apo skuadrën tjetër, e solli për Tottenhamin që fitoi 1-0 me golin e Johnsonit që realizoi në fund të pjesës së parë. Saj përket ndeshjes së djeshme, Manchesteri në pjesën e dytë tentoi me të gjitha forcat, mirë po nuk pati shumë fuqi që ta barazoj rezultatin, ta çojë ndeshjen në vazhdime, i pati edhe 4 goditje në port në pjesën e dytë Manchesteri, por ishte shumë mirë i pozicionuar Vicario, portieri i Tottenhamit, dhe ndikoj që ta fitonte Tottenhami këtë trofe shumë të çmuar për klubin që vjen si i pari në 17 vitet e fundit. Tottenhami kishte mposhtur Chelsea në 2008 në një finale të Kupës së Ligës dhe prej atëherë klubi londinez nuk e ka fituar asnjë trofe. Është ky pra një stinor historik për ta, një sezon, një edicion në tërësi historik për këtë skuadër që fitoi, edhe duke u kryesuar nga trajneri Ange Postecoglou nga Australia, që u bë vetëm njeriu i 4 jo evropian si trajner që e fiton një trofe të kompeticioneve më të mëdha evropiane për klube, siç janë Liga e Kampionëve, Kupa UEFA-s, Liga e Evropës, Kupa e fituesve të Kupës, Liga e Konferencës, pra të gjithë këta emra kanë qenë vetëm 4 herë përmbi 70 vite që mbahen këto kompeticione, pra një arritur shumë e madhe e një njeriu që e ka filluar futbollin jashtë Evropës, që 26 vite ishte trajner, derisa në Evropë ka ardhur vetëm në 5-6 vitet e fundit dhe ka arritur që të lë shenjë, të lë gjurmë. Një gjë shumë pozitive për këtë njeri që ka treguar një karakter dhe ka dhënë fjalë të mëdha, ka premtuar që në sezonin e dytë fiton trofe dhe ja ka dalë ta mbajë fjalën me një ekip që plot 17 vjet, pra nuk mori titull. Interesante ishte edhe për Sonin, lojtarin jugkorean të Tottenhamit, i cili deklaroi pas 10 vitesh të kaluara në klubin londinez se tashmë e konsideron veten si legjendë të klubit, pasi që shumë kush i ka thënë që është legjendë, me të vërtet ai është i tillë, por nuk e kishte fituar asnjë trofe dhe u korruzua me mbrëmjen e Bilbaos, që do ta mbajnë për herë në mendje tifozët e Tottenhamit. Shumë lajme nga sporti, në futboll po ashtu e patëm edhe një Luka Modric, e konfirmoi largimin. Po, konfirmuar largimin nga Real Madridit. Me këtë lajm do ta përfundojmë për ditën e sotme. Luka Modric, një lojtar jashtëzakonisht briljant, përveç saj një lojtar shumë efektiv që luajti te klubi më i madh në historitë të futbollit të Real Madridit për plot 12 vite me shumë sukses, realisht për 13 vite, prej vitit 2012 pjesë e Los Merengues e mbretërve të Madridit, erdhi si një djalosh i ri premtues dhe doli si një legjendë e klubit në moshën 39 vjeçare, po ashtu duke i fituar 28 trofe dhe duke u bërë lojtari më i dekoruar ndonjëherë me trofe te Real Madridit, te klubi me historinë më të pasur nga gjithë klubet pra në botë. Ka plot 23 trofe të fituar, 4 La Liga të Spanjës, 6 Liga të Kampionëve, 2 Copa del Rey e disa Superkupa pra. Një lojtar i cili pritet do shta ta vazhdoj karrierën edhe një vit, për arsye se po dëshiron të jetë në botrorin e arshëm në 2026 për të luajtur për Kroacin.
zërat e parë që ishin sot, por jo zyrtar, thashin që Modrić mund të kthehet për një sezon të luaj te Dinamo e Zagrebit, ku tashmë është edhe një legjendë në klub si Zvonimir Boban dhe po kërkon që ta marrë sërish në Zagreb këtë legjendë të futbollit kroat, mirë po me shumë respekt falen edhe në Madrid për Modrićin, i cili ju drejtua tifozëve, ju drejtua bashkëlojtarëve, po ashtu dhe presidentit të klubit Florentino Perezit, cilin e falenderojmë për mundësinë e dhënë, pra ka kaluar një periudhë të jashtëzakonshme duke fituar gjithçka me fanellën e Madridit, mirë po me largimin nga Reali, me përfundimin e karrierës për të, po nisi edhe një epokë e re për Madridin, do tjetë Alonso trajneri i ri, me disa lojtarë të rinj, me njëherë kanë filluar zërat kush do të vjen, si duket klubi do të koncentrohet në lojtarë spanjoll, në lojtarë të rinj, që ka mjaft në Spanjë, e ka marrë Hysenin si qendërmbrojtës, po flitet për Nico Williamsin e kështu me radhë, mirë po me kaq përfundon ajo, si të themi, dinastia e krijuar nga Luka Modrić, Toni Kroos e këta që ishin pjesë e gjeneratës që i fitoi Reali 5 apo 6 tituj, disa prej tyre të Ligës së Kampionëve prej vitit 2014, ku Modrić i fitoi pra plot 6 trofe të Ligës së Kampionëve dhe atë topin e artë në vitin 2018 që kishte fituar pas performansës së shkëlqyeshme në botërorën e Rusisë me Kroacinë. Po, Valon, nesër e keni pak më qetë, sa i përket sportit, presim ndeshje zhvillim më të madh në vikend? Me që nesër nuk do t'ju kemi në studio. Ishte një mesjavë, ashtu si të themi, më shumë ngarkuar me finale, dhe nesër është e premte, vetëm janë përgatitjet për një vikend tjetër sportive, do t'jemi normal me emisionin emisionin qendror të sportit të dielën që vjen në mbrëmje, dhe pastaj me javën tjetër ku kemi në transmetim finalin e Ligës së Konferencës, ku do të ndeshen Chelsea dhe Real Betis. Chelsea që udhëhiqet prej trajnerit Maresca, një trajner i ri perspektiv, që ndeshet me ish trajnerin e tij dhe ish një njerit cili e ka mësuar shumë për futbol, pasi që ka qenë edhe ndihmës i tij me Manuel Pellegrinin, një trajner që vjen nga Kili, dhe ky sezon ishte vërtet kështu me trajner që po vinë jashtë Evropës dhe po pretendojnë tituj evropian. Një e arriti Postecoglou, të shohim a do të arrijë Pellegrini përballë nxënësit të tij, ta quaj kështu kushtimisht Enzo Marescas. Faleminderit shumë Valion për gjitha këto informacione që ndave me shikuesit e RTK-s. Faleminderit, është kënaqësi. Dy punonjës të ambasadës izraelite u vranë në një sulm të armatosur jashtë muzeut hebraik në Washington DC. Sulmuesi para se të shtinte mbi viktimat thirrri me zë të lartë liri për Palestinën. Ngjarja ka shkaktuar reagime të forta ndërkombëtare dhe shqetësim për rritjen e antisemitizmit. Një ngjarje tragjike ndodhi në mbrëmjen e së mërkurës në Washington DC, kur dy punonjës të ambasadës izraelite u qelluan për vdekje jashtë muzeut hebraik të kryeqytetit. Sipas policisë, sulmuesi identifikuar si Elias Rodriguez, 30 vjeçar nga Chicago, bërtiti liri për Palestinën pas të shtënave dhe më pas hyrjen në muze ku u ndalua nga sigurimi. Shefja e policisë metropolitane Pamela Smith deklaroi se incidenti duhet të ketë qenë i qëllimshëm. Sipas saj, Rodriguez nuk ishte pasur me parë kontakte me autoritetet dhe nuk ishte histori të njohur që do ta vendoste atë në radaret e tyre. Ambasadori izraelit në Sheba Leiter zbuloi se viktimat, një çift i ri, kishin planifikuar të fejoheshin së shpejti. Presidenti amerikan Donald Trump e dënoi sulmin si një akt antisemitik. Ai shkroi në rrjetet sociale se këto vrasje të tmerrshme në DC, të bazuara qartësisht në antisemitizëm, duhet të ndalen. Sekretari i shtetit Marco Rubio në një postim në X premtoi se autorët do të ndiqen dhe do të përballen me drejtsinë. Edhe ambasadori izraelit në OKB Danny Danon e cilësoi incidentin si një akt të shturur të terrorizmit antisemitik. Theksoi se dëmtimi i diplomatëve dhe komunitetit hebraik është kalimi një vije të kuqe. Ishte kjo e tëra e përgatitur për magazinën e sotme. Vazhdoni të shoqëroheni edhe me tutje me programet e RTK-s. Bashkë do takohemi nesër.